banor. Sonte ju pret Dorka e të nominuarve. Shihet e mbrëmjes vin nga Wok Wok Noodles and Sushi Bar. Dini! Wok Wok së shpejti vjen edhe me një pikë të re në Ferizaj. Sonte, për herë të parë, 3 banorët e nominuar do të ulen përballë pjesës tjetër të shtëpisë. Ludo për labinotin. Pse je spion? Unë nuk mendoj që është spion, po unë mendoj që është një strategjia ime në këtë lojë. Pse je kaq i sigurt me këtë lojën që e luan? Ka disa gjëra që i kam bërë që kam ra shumë pishman, por ajo ka qenë zgjedhja ime, ajo loja ka qenë domethënë zgjedhja ime pikërisht. Kushtrem pse nuk i qef debate? Jo që s'kom qef, po s'është që gjinda shumë në debate. A mendon se Bigu të ka ndihmuar apo shkatruar jetën jashtë? Jo, më ka ndihmuar. A ma shumë po të qian loja vetë, apo kur e ke pos nga të vetës Albën edhe Labi? Si pjesë strategjisë Alba edhe Labi, normal më ka pëlqyer shumë, por tash jena rrugës për finale dhe normal se mas shumë ti vetë. A ma shumë ki qef Luda me dal o ne a Labi? Normal kam qef Labi me letë. Labi, 2 muaj e qëndrove Albës ofër e përkrahe edhe kur ka qenë gabim. Pse tash vendoset i kthehesh kundër? Normalisht jemi në finale dhe sigurisht që edhe njerë do të me lujt individualisht. Labi, sa e sheh veten të rrezikuar nga ky nominim, sepse të kemi pa shumë të friksuar dhe t'u jep zër banal. As pak që jam i friksuar. Nëse loja jote e vetme është manipulimi, atë ka mbetur mo diçka. Ufa. Po përse se Ludo ka shumë e vonë sa me manipulu, do më thonë se këtu si cili me o të manipulu funditës. A mendon se do jesh finalist dhe pse? Shof veten shumë si finalist, po. Kushtrim cila është loja jote në Big në këto 81 ditë. Loja ime, nëse dikush më ka thonë që nuk kam loj mrena, unë e kam thonë që prej datës 17 nëntor, unë jam me një loj, edhe publika ka vendos me majt për një arsye ose tjetrën. Kur do me kuptu që i të bo lodra e lëndrimi? Nëse ti je lodra, unë jam valltar. Qofse do kishe mundësin të ndroje një banor nga aty dhe të vjet dikë tjetër, kush do ishte? Albën. Bravo. Albën janë kushtrimit. Cili prej banorëve që gjindet përballë teje, duhet me ma thonë specifikisht me emën mundësisht, mendon që ka ardhur këtu dhe një tipik lojës për shkak të fatit e jo për shkak të lojës që e ka bërë. Eliona. Prezanton veten si lojtar të fortë dhe strateg. Atëherë pse nuk luan dot vetëm, po gjithmonë kërkon një aleat? Kjo edicion ka kokë të fortë qatë shumë, mentalisht njerëz qatë të fortë, si këto vetëm e ki shumë problem me kalu edhe me shku të ranë e finale. Kush e meriton nesër me e lanë shtëpinë më të famshme në vend? Unë mendoj që ka me dalë kushtrimi. Unë e menoj që ka me dal edhe dohet me dal Labi. Si pas performancës, besoj se kushtrimi. Të njerë e falenderojmë Wok Wok për dorkën e mrekullueshme. Edhe keqen për veshën, po më thonë.